Kemi edhe komunikime. Ju nuk e keni idenë se sa komunikime kemi me persona që na thirrin, aktivistë për krahas që kanë qenë të Vlenit dhe çfarë duan të kthehen te BDI-ja? Po sigurisht një pjesë vetë ka marrë edhe hapa konkret të largimin nga Vleni. Tani po luajm ping-pong. Aktivistët e juaj po vinte ne, aktivistët tonë. Hajde t'ju bëj disa pyetje konkrete që mos jetë vetëm ato që kanë bërë 20 vjet gabime, nëse. Rasti i debatit tuaj se ju vini nga e njëjta strukturë dhe i njihni nga brenda shumë mirë situatat. I largimit nga BDI-ja dhe aderimi në Vlenë është Nevzat Bejta. Në Gostivar. Zonja Saranda, dua t'ju pyes kështu direkt që ta mbyllim këtë çështje. Nevzat Bejta ka qenë që në fillim te grupi i zjarrit. Ndoshta ka qenë votues i fshehtë, nëse mundet edhe votues i fshehtë, po, mundet edhe votues i fshehtë të ketë qenë, mirë po Nevzat Bejta ka dhënë kontribut në formimin e grupit të zjarrit dhe ka bartur disa përgjegjësi dhe disa procese. Nuk mund t'i themi aderim.